Ish kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Servet Plumbi është ndarë nga jeta në moshën 89 vjeçare, duke lënë pas një kontribut të gjatë në politikën shqiptare gjatë viteve të tranzicionit. I lindur më 14 dhjetor 1936 në Korçë, Plumbi ishte një nga figurat kryesore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, ku shërbeu për disa mandate si deputet dhe mbajti postin e kryetarit të Kuvendit. Gjatë karrierës së tij ai ushqua si një nga zërat që ndikuan në formësimin e debatit politik në Shqipërinë e pas viteve 90, duke kontribuar në konsolidimin e institucioneve demokratike. Plumbi është vlerësuar dhe me dekoratën Gjergj Kastriot Skënderbeu, akorduar nga ish-presidenti Alfred Mojsiu, si njohje për rolin dhe kontributin e tij në jetën publike. Një nga momentet më të vështira të karrierës së tij lidhet me ngjarjet e 28 majit 1996, pas zgjedhjeve parlamentare të kontestuara, ku ai u bë pjesë e protestave të opozitës dhe mbeti viktime dhunës së ushtruar ndaj përfaqësuesve të Partisë Socialiste. Pikërisht me këtë foto nga ky moment, kryeministri Edi Rama zgjodhi të përkujtojë Servet Plumbin. Lam të mirë profesor i dashur, shkruan kryeministri në profilin e tij në Facebook. Të njëjtat fjalë zgjodhi dhe kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla, i cili vijonte postimin e tij me rolin e pazëvendësueshëm të Servet Plumbit në drejtimin e Kuvendit dhe në zhvillimin e partisë, ndërsa kryetari i Kuvendit Niko Peleshi, në reagimin e tij e cilëson atë si një drejtues të urtë dhe vizionar.